Ishte pikërisht atë natë të qetë, kur gjithë yjet kthyen vështrimin e tyre për të ndriçuar tokën. Kur gjithësia e ndali vëmendjen në një grazh të vogël. Një nënë e re adhuronte me lot gëzimi që i binin mbi foshtjen në krahët e saj. Një këngë shprehse lindi në Betlehem. Një melodi e ëmbël, por si rrahja e zemrës së tij. Gjithçka ishte në heshtje, por në dritë. E megjithatë, a mund të ishte ky Perëndia e Abrahamit, shpëtimtari i Izraelit, kjo foshnje, kjo jetë e brisht? A është ky fëmijë, ai që vulosi emrin e tij nën qiell, zëri të cilit fashit stuhi të oqeanëve, ai që formoi malet deri në lartësinë qiellore, dora e të cilit shuan etjen e shkretëtirave, ai që i dha frymë, jetë, pluhurit të tokës. Theu prangat e shtypësve dhe vargojnë të popullit të tij. Ai udhëhoqi ata me ren dhe kolonën e zjarrit në shkretëtir. A mund të jetë ky fëmia, prania e të cilit tundi majën e malit Sinai, ai që rrethoi Jobin me erën e furisme, që qëndroi patundur në furrën e zjarrit, që shkroi gjykimin kundër tiranëve, preu me flag zjarri buzët e profetëve dhe këdhëndi faqet e historisë me zjarrin e fuqisë së tij. A mund të jetë ky i njëjti Perëndi që zgjodhi të vijë si një foshnjë i pafajshëm, duke vendosur fronin e tij mbi kashten e një grazhti? U njoftoi lajmin e lindjes barinjve dhe pranoi dhuratat e dietarëve. Dhe pse krejt i panjohur për këtë botë? Ai është Jezusi, ai që mbretëron në qiell dhe i përshpërit zemrës tonë, ai që sundon përjet dhe shëron plagën e zemërthyerit. Ai është Emanuel, Perëndia me ne, Princi i paqes. Ai që mban misteret në duart e tij, që mban pyetjet tona pa përgjigje, derisa ajo çka ne shohim është vetëm ai. Le të ngrihemi në këmbë së bashku. Red
mirë për të gjithë adhurimin tonë. Le të ulemi për vetëm pak momenta. Mirë se keni ardhur në këtë shërbes të parë të Krishtlindjes, është kënaqësi, është gëzim që të kemi mundësinë të jemi të mbledhur gjithë së bashku sot për të kremtuar një fest kaq të rëndësishme. Mirë se keni ardhur dhe të gjithë personat të cilët po na ndiqni tani online nëpër platformat tona sociale, dua t'ju inkurajoj që ta ndani këtë mesazh me miqtë tuaj në të gjitha platformat. Dhe nëse jeni në Tiranë, ju mirëpresim në shërbesën e dytë në orën 11 këtu te Kisha Ungjilli i Krishtit në Tiranë. Imagjinoni pak që jeni në një fest ditëlindje. Në një ambient ku ka njerëz, ka gëzim, ka muzikë, dhe ju po i jepni dhurata të gjithëve përveç personit që ka ditëlindjen. Dhe nuk do të ishte vetëm e çuditshme, por do të ishte edhe e gabuar për ta bërë si gjë. Dhe megjithatë ky është rreziku real i Krishtlindjes. Ne festojmë, ne këndojmë, ne shkëmbejmë dhurata mes nesh, por shpesh pa e kuptuar, jo si mbetën në qendër të dekorit, por jo të zemrës. Prandaj pyetja që shtrohet sot nuk është thjesht a jemi këtu për të festuar Krishtlindjen, por cila është dhurata jon që ne do t'i japim Krishtit. Dhe natyrisht përgjigjja që ne mund t'japim mendjen tonë është çfarë mund t'i bëjë një Zoti i cili ka gjithçka. Po dua t'ju shokoj pak kur them që nuk ka çdo gjë. A dini se çfarë nuk ka? Ai nuk e ka dashurinë tënde nëse ti nuk ja jep. Ai nuk e ka besimin tënd nëse ti nuk ja dorëzon, nuk e ka adhurimin tënd nëse ti zgjedh që ta mbash për vete. Nuk ka besnikërinë tënde nëse ti vendos të mos ecësh me të. Dhe më e rëndësishme, nuk e ka zemrën tënde nëse ti vetë me vullnetin tënd të lirë nuk ja jep. Dietarët e dëgjuam edhe tek kënga që sapo po këndonim. Kur shkuan tek Jezusi dhan 3 dhurata: ar, temjan edhe mirë. Ari është dhurata perfekte për një mbret. Me arin dietarët kur erdhën shpallën që ky fëmijë nuk është thjesht një fëmijë i zakonshëm, një fëmijë dosidoshëm. Ky është një mbret. Jo vetëm mbreti i Izraelit, por mbreti mbi mbretër. Me arin dietarët i dorëzuan Jezusit autoritetin, shpallën autoritetin e Jezusit. Temjani është dhurata për një kryeprift. I përdorën adhurim në tempull në praninë e Perëndisë. Me temjan ata shpallën, ky fëmijë është ai që do të na lidhi ne sërish me Perëndin pas një kohe 400 vjeçare heshtje. Mira është dhuratë që flisë për vuajtje, për shërim dhe për vdekje. Një dhuratë e çuditshme për një foshnjë, apo jo? Por ishte një shpallje profetike. Me mirën ata shpallën, ky fëmijë do t'japi jetën e tij për botën. Me mirë ata dorëzuan Jezusit, shpallën sakrificën. 3 dhurata, 3 shpallje, një mesazh. Jezusi është mbret, është kryeprift dhe është shpëtimtar. Amen. Pyetja që unë kam sot është, por ne çfarë do t'i sjellim atij? Mirë dietarët. Ti mund të japësh kohën tënde në një botë që është gjithmonë në nxitim. Mund të japësh fillimin e ditës, jo fundin e saj. Mund të japësh konsideratën e parë në çdo vendim, përpara se të shkosh edhe të konsultohesh me çdo tjetër. Mund të japësh besimin tënd, sidomos kur rruga duket e vështirë. Edhe nëse sot po kalon një kohë të vështirë, edhe nëse je në pasiguri, je i lodhur ose ndihesh sikur je në errësirë. Ndoshta dhurata më e çmuar që mund të japësh Zotit është kjo. Besimi yt edhe kur thjesht duket sikur s'ka përgjigje. Jezusi kërkon zemrën tonë. Dhe ne kur japim të dhjetat dhe ofertat tona, nuk po japim sepse Perëndis po i mungon diçka. Por ne japim sepse zemra jon i përket atij. Bibla thot, sepse ku është sari juaj, aty do të jetë edhe zemra juaj. Dhe ne kur vim te koshi i dhjetës dhe ofertës, ne nuk po bëjmë një akt financiar, por është një akt adhurimi. Dhe mbani mend te 2 Korintasve 9:7 thuhet, secili le të veprojë ashtu si e ka vendosur në zemër, as me keqardhje, as nga shtrëngimi, sepse Perëndia do një dhurues të gëzuar. Le të vim dhe t'japim me gëzim sot në shtëpinë e Zotit. Një bot në ersi dhe ka
Zoti është i mirë, amen. Tani çfarë do bëjmë një gjë ndryshe, unë kam dalë të jashtë planifikimit tani këto momente, është që kemi shumë njerëz që janë këmbë. Dhe nuk ka një karrige, nuk ka një ulse. Pasi pjesa më e madhe pas ka zgjedh që të vinë orën 9, ndërkohë që është shërbesa orës 11. Çfarë do kërkojmë është që fëmijët, adoleshentët të vinë dhe të ulen tek shkalla këtu përpara, atje përpara. Unë kur kam qenë adoleshent, rria ke bordura përballë Hotel Dajtit me çunat e Tiranës. Edhe kalonim kohën atje bashkë me njëri tjetrin, ndanim ungjilli kur Krishti erdhi në zemrat tonë. Shikoni? A mund të japi dorë këtyre djemve që lëvizën, çuna uluni këtu, uluni bashkë. Hajdeni, dikush ulet këtu, mu këtu. Ulu zemra, uluni aty. Keni mundësi të ulen edhe këtej. Tani, ndërkohë zotrit që janë atje, gratë që janë aty, aderi, kaloni te, zotria atje mbrapa në fund. Hajdeni, kaloni çik tani shpejt, se nuk kemi kohë, Mariglen, ndihmoj pak atë burrin atje mbrapa, që të vi këtu përpara. Janë 4 peskarike atje, shkoni atje. Hajdeni, mirë se erdhët. Mirë, ka gëzim në shtëpinë e Zotit, apo jo? Edhe ka gjithmonë vend në shtëpinë e Zotit. Ka gjithmonë vend në shtëpinë e Zotit. Nëse keni fëmijë, ju lutem mbani në prerë. Ju që keni fëmijë mbani në prerë. Shkalla vazhdon edhe këtej, uluni edhe këtej. Është më mirë me që ngushtë, por do të kemi parasysh që duhet të nxisim nderimin. Dëgjoni pak. Duhet nxisim nderimin për më të rriturit në shtëpinë e Zotit. Nuk është asnjë gjë jashtë normës kjo që po ndodh këtu. Edhe në shtëpi. Kur vjen një mysafir, nuk ulen fëmijët përpara mysafirëve, apo jo? Është apo s'është? Tash unë dua që të ngrihemi bashkë në këmbë edhe një herë. Të ngrihemi bashkë në këmbë, ju ftoj që të çohemi në këmbë, sepse kur ne këndojmë edhe kur lavdërojmë Zotin, ngrihemi në këmbë në shenjë nderimi dhe respekti. Do ta këndojmë edhe një herë refrenin e kësaj këngës, që ta mësoni edhe ju që nuk e dini dhe mbase e dëgjoni për herë të parë. Edhe unë vetë kam nevojë që ta mësoj, edhe ta këndoj bashkë me juve. Si thoni, do filloni? Filloni çik shpejt me refrenin. Aksioni i Krishtlindjes në Kishën Ungjilli i Krishtit nisi me shumë dashuri, përkushtim nga besimtar dhe vullnetar, për të ndarë lajmin më të mrekullueshëm që ndryshoi njerëzimin, lindjen e shpëtimtarit. Gjatë muajit më të bukur të vitit kemi ndarë dashurinë e Krishtit, ashtu siç ne morëm falas, ashtu dhe Edham.
Kemi qëndruar pranë njerëzve në nevojë duke i mbuluar me lutje, por qafime, por nuk kanë munguar as dhuratat. Për rreth 20 ditë të muajit dhjetor, Kisha Ungjilli i Krishtit në aksionin e saj për Krishtlindjen ka zhvilluar 38 aktivitete të ndryshme festive, por jo vetëm, ku 50 besimtar dhe vullnetar nga Kisha kanë shërbyer me zemër, dashuri dhe gëzim tek të moshuarit, njerëzit në nevojë, apo dhe tek fëmijët dhe adoleshentët jetim, por dhe tek fëmijët me nevoja të veçanta. Në të gjitha këto aktivitete kanë marrë pjesë 1725 persona dhe janë shpërndar jo pak, por 1587 dhurata dhe ndihma për të gjithë ata që kanë nevojë. Kemi nisur këtë aksion me ata që na kanë rritur dhe na kanë mësuar, me gjyshrit dhe gjyshet në shtëpinë e të moshuarve në Tiranë. Dhe më pas kemi vazhduar në spitale, shkolla, institucione dhe komunitete të ndryshme, tek fëmijët që nuk dëgjojnë, tek të verbrit në Tiranë, Vlorë, Babru, Fresk, në Allias tek shërbesa Butterfly, në Mushqeta, por edhe në zona të tjera. Sepse Krishtlindja nuk është vetëm një fest, është dashuri që jepet, është shpresë që ndahet, është dritë që ndryshon jetën. Aksioni i Krishtlindjes, shtëpia e të moshuarve Tiranë, tek fëmijët që nuk dëgjojnë, shoqata e të verbërve, fëmijët jetim dhe në nevojë, Babru dhe Paskuqan, shkolla e fëmijëve që nuk shikojnë, Spitali Onkologjik Tiranë, Spitali Pediatrik dhe Spitali Psikiatrik Tiranë, fëmijët jetim dhe në nevojë në Fresk, adoleshentët në Butterfly, Spitali Onkologjik Vlorë, Spitali Pediatrik dhe Psikiatrik Vlorë, shërbesa me gratë dhe vajzat Vlorë, të moshuarit në Quick, shërbesa me gratë Fresk, shërbesa në Berisht, shërbesa me gratë në Butterfly, të vejat në Quick, shërbesa me adoleshentët në Babru, shërbesa me fëmijët në Babru, shërbesa me adoleshentët në Fresk, shërbesa me fëmijët në Butterfly, shërbesa me gratë në Quick Babru, shërbesa me fëmijët e njësisë numër 8 Tiranë, shërbesa me fëmijët dhe të rinjt Vlorë, shërbesa festive në Quick Vlorë, shërbesa me fëmijët në Quick Mushqeta, shërbesa me fëmijët jetim dhe në nevojë. E duam Zotin, i shërbejmë qytetit, ndërtojmë së bashku të ardhmen me besim, shpresë dhe dashuri. Tani kemi disa profeci në dhjatën e vjetër dhe më pas se janë përmbushur në dhjatën e re. Profecia lindja e Jezus Krishtit prej një të virgjëre. Prandaj vetë Zoti do t'u jap një shenjë. Ja, e virgjëra do të mbetet me barë dhe do të lindë një fëmijë, të cilin do ta quaj Emanuel. Ndërkohë që përmbushja, tani lindja e Jezus Krishtit ndodhi në këtë mënyrë. Maria, nëna e tij, ishte premtuar Jozefit, por para se të fillonte të rinin bashk, beti shtatzan nga fryma e shenjtë, por ai nuk e njohu, derisa ajo lindi djalin e saj të paralindur, të cilin ja vuri emrin Jezus. Sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet e tij do të mbështetet perandoria dhe do të quhet Këshilltari i Admirueshëm,
Perëndi i fuqishëm, atë i përjetshëm, princi i paqes, përmbushja. Dhe ëngjëlli i tha, mos ke frikë Mari, sepse e ke gjetur hir përpara Perëndis. Dhe ja, ti do të mbetesh shtatzën dhe do të lindësh një djalë dhe do t'ja vësh emrin Jezus. Ai do të jetë i madh dhe do të quhet Bir i Shumë të Lartit. Profecia ylli i Betlehemit. E shoh, por jo tani, e sodis, por jo afër. Një yll do të dalë nga Jakobi dhe një skeptër do të ngrihet nga Izraeli, i cili do ta shtyp Moabin, fund e krye, dhe do të rrëzoj tërbit e shethit. Përmbushja. Dhe ata pasi e dëgjuan mbretin u nisën. Dhe ja, ylli që kishin parë në lindje u shkonte përpara atyre derisa u ndal përmbi vendin ku ndodhej fëmia. Profecia Mesia çliron. Fryma e Zotit. Zoti është mbi mua, sepse Zoti më ka vajosur për t'u dhënë një lajm të mirë të përulurve. Më ka dërguar të lidh plagën e atyre që e kanë zemrën të thyer, të shpall çlirimin e atyre, të shpall vitin e hirit të Zotit dhe ditën e akmarrjes të Perëndisë son, për të ngushëlluar tërë ata që pikëllohen. Përmbushja. I dha në dorë librin e profetit Isaia. E hapi dhe gjeti vendin ku ishte shkruar. Fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më vajosi për të ungjillëzuar të varfrit. Ai më dërgoi për të shëruar ata që e kanë zemrën të thyer, për të shpallur çlirimin e të burgosurve dhe kthimin e të parit të verbërve, për të çliruar përsëri të shtypurit. Profecia, shërbesa e Mesias drejtuar kombeve. Ai thot, është tepër pak që ti të jesh shërbëtori im për të lartuar përsëri fiset e Jakobit dhe për të kthyer ata që kanë shpëtuar nga Izraeli. Të kanë vendosur si dritën e kombeve, me qëllim që të jesh shpëtimi im deri në skajet e tokës. Përmbushja. Unë kam edhe dele të tjera që nuk janë të kësaj vathe. Duhet t'i mbledh dhe ato do të dëgjojnë zërin tim dhe do t'jetë një tufë vetme dhe një bari vetëm. Mirëmëngjes. Unë dua t'ju uroj gëzuar Krishtlindjen. A dini që në kohën që Jezusi lindi, bota dërgjej në errësirë. Bibla thot, dhe ja, bota që dërgjej në errësirë pa një dritë të madhe, pa Krishtin, pa yllin e tij që lindi. Bota sot duket sikur dërgjet në errësirë. Madje duket errësirë më e madhe se sa ajo e kohës kur lindi Krishti. Unë dua t'ju them që për mua ka qenë shumë përfshirje emocionale ideja e projektligjit të barazis. Dhe e dini që projektligjit të barazis gjinore, që kërkon të seksualizoj fëmijët shqiptar dhe kërkon të cënoj familjen tradicionale shqiptare. Dhe e dini që kanë vendosur që ligji hyn në fuqi sot, ditën e Krishtlindjes. Duket sikur bota është në errësirë të madhe dhe duket sikur nuk ka shpresë për të ardhmen. Por unë lutem që Krishti që lindi në një ditë si kjo, të lindi në zemrat e gjithë shqiptarëve, sepse atje ku errësira është, atje drita shkëlqen më fort. Unë lutem që drita e Krishtlindjes të shkëlqej fort në zemrat tuaja dhe në zemrën e familjes tuaj, në vatrën e familjes tuaj. Ashtu si Maria dhe Jozefi trokitën në çdo shtëpi dhe në çdo hotel për të gjetur një vend që Krishti të linte, sot Perëndia është duke trokitur në zemrën tënde. Në kohën kur Maria dhe Jozefi kërkonin për të gjetur një vend, nuk ishte asnjë vend për ta përveç se në Han. Unë lutem me gjithë zemrën time që sot Krishti të ketë vend për të lindur në zemrën tuaj.
dhe në vatrën e shtëpisë tuaj. Unë lutem që ju të dëgjoni trokitjen e tij dhe ta hapni zemrën, sepse ai premton që kushdo që e hap zemrën dhe beson në të, bekimi i tij do të jetë jeta e përjetshme. Ai është premtimi i jetës së përjetshme. Bota që dërgjet në errësirë nuk ka fuqi ta shpëtoj veten. Asnjë nga ne nuk ka fuqi ta shpëtoj veten, por Krishti që erdhi për të na shpëtuar ne të gjithëve, vjen me lajmin më të mirë në botë. Shpëtimtari është në gjendje të shpëtoj ty dhe familjen tënde. Hape zemrën tënde për të sot, gëzuar Krishtlindjen, lutem që bekimi i kësaj Krishtlindje të jetë me bollëk në ty dhe në shtëpinë tënde. Kjo është për ne gjithashtu dhe Krishtlindja 30 si pastor. Pra 30 vjet që ne së bashku i shërbejmë Krishtit, mbretit edhe Zotit, duke i shërbyer komuniteteve të njerëzve, duke nisi nga Shkodra në Tiranë dhe kudo që Zoti na ka çuar. Gjithsesi, unë juftoj tani ndërsa Linda do t'ulet, unë juftoj që të ngrihemi bashkë të gjithë në këmbë edhe të shpallim bashkë kredon e besimit. Kredon e besimit. Unë besoj në Perëndin, Atin e gjithëpushtetshëm, krijuesin e qiellit dhe të tokës, dhe në Jezu Krishtin, birin e tij të vetëm, Zotin ton, i cili u ngjis nga fryma e shenjtë, lini nga Virgjëresha Maria, vuajti nën Ponc Pilatin, u kryqëzua, vdiq dhe u varros. Ai zbriti në anët e poshtme të dheut, të tretën ditë u ngrit nga vdekja. Ai u ngjit në qiell, është i ulur në anën e djathtë të Perëndis, Ati të gjithëpushtetshëm, nga prej do të vijë të gjykojë të gjallët dhe të vdekurit. Unë besoj në frymën e shenjtë, në kishën e shenjtë universale, në bërsinë e shenjtorëve, faljen e mëkateve, ngjalljen e trupit dhe në jetën e përjetshme. Amen. A mund t'japim njëri tjetrit paqen e Zotit? I thuaj dikujt majtas edhe djathtas, takoni me njëri tjetrin, i thoni paqja e Zotit në ty. Zotit bekoft, jam i gëzuar që ka ardhur sot në shtëpinë e Zotit. Është një ditë shumë e veçantë sot. Mirë se keni ardhur. Paqja e Zotit mbi ju dhe familjet tuaja. Zoti ju bekoft shumë. Ndërsa ju kujtoj që sot është e diela e Krishtlindjes. Janë 2.7 miliard, 2 miliard e 700 milion të krishterë në mbar botën, nga perëndimi në lindje, ose më mirë nga lindja, se aty nisi udhëtimi i ungjillit në gjithë botën, deri në perëndim. 2.7 miliard të krishterë, të cilët sot adhurojnë Krishtin si mbretin e tyre, Zotin e tyre dhe shpëtimtarin e vetëm të njeriut. Kjo është shërbesa e parë e kësaj Krishtlindje dhe unë dëshiroj që t'ju ftoj të akomodoni. Ka 2 vende atje nëse jeni në këmbë. Me sa shoh ka edhe 2 vende tjera këtu, ka edhe 2 vende këtu. Ndërkohë kërkoj shërbëtorëve që kemi në kish që të drejtojnë njerëzit që të ulen. Të ulen. Tani të akomodohemi dhe të ulemi. Edhe Krishti kur ndeti, faleminderit, ul me dishepujt e vet. Ul me dishepujt e vet sepse kur Krishti flet, ai ka për të na thënë gjëra të rëndësishme. Dhe unë besoj që kur ne hapim fjalën e tij, gjithnjë Zoti do të na ndaj gjëra shumë të rëndësishme. E shikoni bibliotekën këtu? E gjitha është e mbushur me dhjata të reja. Kapaciteti i kësaj biblioteke nga kjo ana këtej dhe ana mbrapa është rreth 3500 libra. Janë falas, janë dhuratë për ju. Ky është një edicion i veçantë i dhjatës së re, ka një parathënie shumë të shkurtër minimaliste nga unë në fillim, faqja e parë, se çfarë është dhjata e re, si vjen ditët tona, çfarë ndodhi në Shqipërinë komuniste dhe cila është vlera e këtij libri, i cili ka ndryshuar jetët e miliona njerëzve në botë, që nga mbretërit, pushtetarët, filozofët, edhe njerëzit e thjeshtë, të cilët kur lexuan këtë libër, gjetën aty të vërtetat e mëdha të jetës së tyre. Gjetën të vërtetën e madhe të Zotit, i cili deklaron se kaq shumë e deshi botën, saqë ai erdhi në botë për ta shpëtuar botën si njeri. Mesazhi që unë kam vendosur të ndaj për gjithë ju sot titullohet Ejani dhe shihni. Një frazë të cilën vetë Krishti e përmend, e përsërit kur njerëzit donin të shikonin se ku jetonte, me çfarë ushqehej, çfarë bënte, si sillej, pasi njerëzit e gjitha kulturave, le ta themi troç,
janë dyshues, janë skeptik. Parrulla, bëni çfarë ju them unë, por mos bëni çfarë bëj unë, nuk është diçka postmoderne e dëgjuar gjatë periudhës komuniste në Shqipërinë e diktaturës, por është një histori e cila gjatë gjithë kohës shpërfaq natyrën njerëzore, pa fuqinë njerëzore. Pra nuk ka një sintezë tek jetët njerëzore midis asaj që duam të jemi dhe asaj që jemi. Asaj që themi se jemi me fjalët tona dhe atë që kumbon vetë jeta jonë nëpërmjet veprave, sjelljes e tjera. Tani unë e kam titulluar jo pa qëllim mesazhin Ejani dhe shihni, sepse kur ëngjëlli vjen tek barinjt në fushat e Betlehemit dhe u jep atyre lajmin e madh, po ndaj me ju një lajm të gëzueshëm për ju, ka lindur sot në qytetin e Davidit ai që është Krishti, shpëtimtari dhe Zoti. Dhe barinjt në fund pasi ëngjëllit largohen, i thonë njëri tjetrit: "Ejani të shkojmë të shohim ç'ka ndodhur." Dhe ata ishin dëshmitarët e parë, okular, të cilët e panë me sytë e tyre ngjarjen e Grazhdit, se si një burr me emrin Jozef, një nën me emrin Maria, ishin dëshmitarët dhe mbartësit e njeriut i cili transformoi historinë e njerëzimit. Krishtlindja nuk fillon me drita festive, po kështu ne imagjinojmë. Zbukurohet qyteti, zbukurohet shtëpia, zbukurohen kishat. Krishtlindja nuk fillon as me muzikë ëngjëllore nëpër pallate mbretërore, as me njoftime zyrtare nga autoritetet fetare apo politike. Krishtlindja fillon natën, në fusha të heshtura, me barinj të zakonshëm, njerëz të thjeshtë që po bënin një punë krejt zakonshme, punën e tyre me përpikmëri, ruanin baktit. Ndërsa qyteti flinte, Jeruzalemi flinte, pallati i Herodit flinte, klasa klerikale fetare e kohës krejt një gjumë, tempulli vazhdonte ritualet e veta, priste njerëz për Pashk, priste njerëz për festat fetare. Pushteti romak sundonte me forcë. Zoti veproi jashtë këtyre qendrave të pushtetit. Zoti ndau lajmin e mirë me njerëz të thjeshtë si ti dhe si unë. Ai erdhi të vizitoi më së pari njerëzit e thjeshtë në vetminë e tyre, në botën e tyre me plag, me vuajtje, me frikra, me shqetësime, një botë të pa vetmjaftueshme. Kjo është rënditse. Zoti nuk e shpalli lindjen e shpëtimtarit në tempull, në pallatin e Herodit, mbretit, nuk e njoftoi përmes elitave fetare të kohës, nëpërmjet mediave. Ai zgjodhi barinjt. Zoti zgjodhi barinjt që në hyrje të kësaj historie Luka na ndihmon të kuptojmë diçka thelbësore. Ungjilli nuk vjen nga lart poshtë sipas logjikës njerëzore. Nuk është një verdikt, nuk është një dekret perandorak mbretëror, por është një lajm i cili vjen nga lart poshtë, por jo në dimensionin njerëzor. Nga Perëndia, krijuesi i universit, tek njerëzit. Po tek cilët njerëz? Tek ata të cilët flinin natën dhe mbanin fytyrën përkundrejt qiellit, tek barinjt që ishin mësuar numëronin yjet, tek barinjt që kur nuk ishin parë ndonjëherë në jetën e tyre një ëngjëll. Zoti ndau lajmin e mirë me ta. Krishtlindja na sfidon që në fillim kush e dëgjon zërin e Zotit? Kujt i besohet lajmi më i madh i historisë? Dhe çfarë lloj shpëtimtari është ky Jezusi që vjen jo me frikë, por me gëzim, jo me pritjen e autoriteteve të pushtetit, por me këngët e ëngjëjve. Luka kapitulli 2 vargu 10 thot: "Mos keni frikë." U thot ëngjëlli barinjve, sepse ja, unë po ju sjell një lajm të gëzueshëm për të gjithë popullin. Ky mesazh që unë do ndaj për ju sot nuk është vetëm për atë që ndodhi në Betlehemin e 2025 viteve më parë. A dini që data e kalendarit ton sot, 25 dhjetor i vitit 2025, nis me lindjen e Krishtit? Atë që shumica për ju keni mësuar në shkolla bashkë me mua, para erës son dhe pas erës son, periudha që ne jetojmë sot, në thelb është para Krishtit dhe pas Krishtit. Kalendari nis viti parë, viti 1, të numërohet nga data 25 e ardhjes së Krishtit në botën tonë. Ky lajm flet për ne sot sepse Zoti dëshiron t'i flas jetëve tona pikërisht në errësirën tonë.
në mes të frikrave tona, të pafuqisë tonë, të shqetësimit, të padijes për të nesërmen, si do të shkojë kjo historia jonë? Si do të shkojë kjo historia mungesës së shpresës në Shqipëri? Si do të shkojë historia e fëmijëve tanë? A meritojnë ata të kenë një Shqipëri më të mirë nesër, se sa ne? Kaloi 35 vjet nga ndryshimet e mëdha të sistemit në Shqipëri. Pra, po bëjmë gati 46 vjet. Pak a shumë e njëjta histori e periudhës komuniste vjen në një lloj riciklimi përmes një formatizimi të një koncepti tjetër, por që në thelb njeriu vijon të udhthojë si një qenie korruptuar, i cili ka në qendër të botës dhe të universit të tij veten, egoizmin, frikrat, dëshirën për pushtet dhe për para, lakmin e skajshme të jetës. Zoti sot na flet një lloj siç u foli barinjve, vazhdon të zgjedh njerëz të thjeshtë si barinjt, njerëz si ti, si unë, dhe vazhdon të shpall lajmin që ndryshon jetët e njerëzve. Do të lexojmë nga Ungjilli i Lukës, pasazhin e shkrimit, dhe më herën do të bëj komentin tim për këtë Krishtlindje të vitit 2025. Luka kapitulli 2, vargu i 10, do të lexojmë deri te vargu 20 i Biblës. Na ndihmoni pak, ju lutem, në ekran me tekstin. Ëngjëlli u tha barinjve: mos druani, sepse unë po ju lajmëroj një gëzim të madh për të gjithë popullin, sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një shpëtimtar, që është Krishti Zoti. Edhe një herë, sot u thot ëngjëlli përpara 2025 vjetëve, barinjve: sot lindi për ju një që është shpëtimtar, Krishti Zoti. Dhe kjo do t'ju vlejë si shenjë, ju do të gjeni një fëmijë të mbështjellë me pelena, sapo lindur. Në një grazh, nuk është muzika e ëngjëve fatkeqësisht. Në një grazh, por na vjen nga lindja, gjithsesi. Dhe me një herë ëngjëllit i bashkohet një shumicë e ushtrisë qiellore që lavdëronte Perëndin duke thënë. Pra ëngjëllit i bashkojnë ëngjëj të tjerë, të cilët nisin këngën e tyre të adhurimit drejtuar Zotit. Lavdi Perëndis në vendet më të larta. Dhe paqe mbi tokë njerëzve mbi të cilët qëndron mirëdashja e Tij. Dhe ndodhi që kur ëngjëjt u larguan prej tyre për t'u kthyer në qiell, barinjt i thanë njëri tjetrit: le të shkojmë të shohim ç'na bëri të ditur Zoti. Pra kjo është edhe tema e kësaj të diele Krishtlindje. Le të shkojmë të shohim. Ejani të shihni. Shkuan pra me nxitim dhe gjetën Marin, Jozefin dhe fëmijën që ndodhen në një grazh. Ç'është grazhi? Stall. Sepse nuk ishte në hane, në hotele, në bujtina, nuk ishte vend. Si puna voskopojës, pak a shumë. Kur ka festa, kur ka bor, gjithë shkojnë voskopoj. Pse kishin shkuar gjithë në Betlehem? Sepse perandori i Romës, më i madhi i pushtetit politik të kohës, me emrin Cezar August, kishte shpallur me dekret perandorak regjistrimin e popullsisë në të gjithë perandorinë e Romës, pjesës së cilës ishte edhe Iliria në atë kohë, edhe Izraeli në atë kohë. Pra Cezar Augusti kishte thënë që të gjithë njerëzit duhet shkojnë të bëjnë censusin, të regjistrohen. Ku do regjistrohen? Krutont do shkojnë Kruj, Dibran do shkojnë Dibër, Sarandiotë do shkojnë Saran, Vlonjata do shkojnë Vlorë, Korçara do shkojnë Korç. Pra, të gjithë do të shkonin nga vendi ku kishin dalë etrit e tyre, gjyshrit, sërgjyshrit, katragjyshrit e tyre. Ky ishte rregulli. Për këtë arsye Jozefi dhe Maria kishin lënë Nazaretin, qytetin e Nazaretit, për të shkuar në Betlehem për të bërë regjistrimin, sepse familja e Jozefit vinte nga Betlehemi, që njihet si qyteti i lashtë i Davidit, mbreti David të Biblës, 900 vjet përpara kësaj ngjarje. Mirë, po Maria dhe Jozefi nuk e dinin që një nga profetët e tjerë të Biblës me emrin Mikea, 400 vjet përpara se Krishti të lindte, kishte profetizuar në librin e tij dhe thotë: i lumuri e ti, pra i bekuari e ti o Betlehem, sepse nga mirat e qytezave, katundeve, fshatrave në krajinën e Judes, Perëndia të zgjodhi ty që të vinte dhe të lindte ai, zanafillat e së cilit janë përpara krijimit të kohërave.
400 vjet përpara se Krishti të vinte. Maria nuk e dinte me shumë mundësi që do të ndodhte lindja e saj, pikërisht kur do të shkonin për të bërë regjistrimin dhe të trokasin, troketi i bekuar Jozef në përdyer, që t'i hapeshin këto dyer. Orët e lindjes tashmë kishin ardhur tek Maria, bashortja e tij, fëmia i parë që do të lindte. Unë kujtoj herën e parë kur linda ishte shtatzan. Ishte viti 95 dhe si burri i ri në atë kohë, emocionet që ishin pa përshkrueshme. Ishte mesnat, nuk ishte makina, nuk ishte taksi, asgjë. Dhe nisemi nga medreseja me shku në kom deri ke materniteti. Ke materniteti aty afër stacionit trenit, e keni parasysh. Dhe lutesha dhe thoja, Zot, jo tani, jo këtu. Po mendoja gjithkohës që nga momenti në moment gruaja ime mund të lindte, nuk e kisha idenë se sa do të zgjasnin orët e lindjes. Dhe kur kam lexuar këtë histori të Jozefit dhe të Marias, duke kuptuar përjetimet njerëzore, imagjinoni frikën, ankthin, pasigurinë, mos po mlind gruaja në rrugë, rrëz një peme. E habitshme që shtëpitë e Betlehemit ishin mbushura plot, hanet ishin mbushura plot, me shumë mundësi njerëzit hanin dhe pinin, festonin. Por ky çifti përjetonte një ngarkesë të jashtëzakonshme, që lidhej me padije, lidhej me frikë njerëzore, lidhej me kushte papërshtatshmëria. E dini se shumë gra sot, shumë vajza sot, për shkak të termit kushte papërshtatshmërie kryen abort. Sepse thonë, nuk dua të lind një fëmijë në kushte të papërshtatshme për ta mbajtur. Imagjinoni kultin e lartë të jetës. Maria mund të ishte një nga gratë që do të kishte shkuar drejt abortit, por ai nuk shkon drejt abortit sepse vlerëson dhe konsideron jetën të çmuar dhe të pazëvendësueshme dhe foshën që rritej brenda saj nuk e shikon si një aksesor të saj. Maria është një nga konservatorët e para, me shumë mundësi do të ishte djathtë sot, konservatore, nëse do të aderonte në një parti politike. Pse? Sepse Maria nuk mund të deklarojë me thënien trupi im, zgjedhja ime, my body, my choice. Një nga deklaratat më të famshme të ekstremit të liberalëve të majt, wokistët, lëvizjet feministe. Pra trupi im, zgjedhja ime. Çfarë bëj unë me bebin që kam këtu brenda në bark? Thon, jo pa gra sot. Nuk ju takon juve, nuk ju takon familjes, nuk ju takon shoqërisë. Bebi është një aksesor. Unë kam rëndësi më të madhe. Maria nuk veproi kështu. Dikush tha, arsyeja pse gjenit mungojnë sot në botën tonë është për shkak se ne i vrasim ata nëpërmjet abortit. A keni idenë se sa bebe abortohen në ditë në botë sot? 1 bebe në sekond. Deri tani nuk kanë folë ndoshta 7-8 minuta. Shumëzoni 8 minuta me 60 sekonda dhe do të gjeni se sa bebe janë vrarë nëpërmjet abortit dhe abortit selektiv në botën tonë. Maria dhe Jozefi e mbrojtën, e ruajtën, u kujdesën për kë? Për bebin që do të lindte në kushte papërshtatshmërie, në një stall. Nuk ishte një shtrat. Ne jemi përpjekur që të inskenojmë një djep. Keni parasysh djepet, kur lidhen fëmijët kopanes. Një djep me dru. Shkoni në përkisha, do të gjeni një djep. Nuk ishte as djep. Kishte kasht. Kishte aromë baktie. Aty brenda në stall. I vetmi vend që mirëpriti mbreti mbi mbretër dhe Zoti mbi zotër në lindjen e tij në botë. Por pse Zoti u shpalli pikë së pari barive dhe jo autoriteteve të pushtetit fetar, pushtetit politik apo ekonomik në botën e kohës në Izrael, lajmin më të madh në botë? Barinët ishin në periferi të shoqërisë, pa pushtet, as fetar, as politik, as zë publike. Megjithatë Zoti zgjedh ata. Kjo na zbulon një parim thelbësor të mbretërisë së Zotit mes njerëzve. Zoti nuk flet sipas hierarkive njerëzore, por sipas qëllimit të tij të përjetshëm për shpëtimin e njerëzit tek zemrat që janë të hapura për të.
Ndaj, nëse doni që Zoti t'ju flasë juve, siguroni që të përmbushni vetëm një kusht, zemrën ta keni të hapur për të dëgjuar zërin e tij. Autoritetet fetare kishin djeni. Çfarë djenish? Sa për jush dëgjuat profecit e testamentit të vjetër të Biblës që mbanin fëmijët dhe të rriturit në kishë përpara se u vija lart. Ato tabelat ishin profeci të bëra për ardhjen e shpëtimtarit në botën tonë. Qindra vite përpara se Krishti Mesia të lindte dhe të vinte në botën e njerëzve. Këto profeci lexoheshin në tempullin hebre të kohës, nga priftrinjt, nga rabinët, nga njerëzit e fesë. Herodi e dinte që Mesia do të vinte një ditë dhe donte ta vriste, sepse mendonte që ky shpëtimtar që do të vinte dhe do të trashëgonte fronin e Davidit, do t'i zinte vendin. Imagjinoni lufta e skajshme për pushtet, mbretër që vrasin vëllezërit e tyre, rival për fronin, madje bijtë e tyre, fëmijët e tyre, djem, sepse u ndjen diku në një moment historisë në jetën e tyre të kërcënuar se fëmijët e tyre meshkuj do t'i merrin fronin. Kështu Herodi, për të ruajtur pozitat e tij mbretërore, shpall një dekret dhe dekreti ishte të vriteshin bebet nga mosha 2 vjeç e poshtë deri në lindje bebet meshkuj. Sepse kështu ai do të kishte mundësinë të bënte një spastrim të asaj që mund të ndodhte. Çfarë mund ndodhte? Pikërisht kjo ngjarje. Ardhja e shpëtimtarit të botës në botë, sepse profecitë ishin që ai do të ishte mbreti i ri i Izraelit. Por Herodi gaboi sepse mendoi që ky mbret synonte, lakmonte pushtetin e tij. Lakmonte mbretërinë e tij. Ai nuk e imagjinonte që mbretëria e Krishtit ishte një mbretëri e përjetshme, një mbretëri shpirtrash dhe zemrash, një mbretëri e përsosur dhe një mbretëri që nuk do të ketë fund. Autoritetet politike kishin pushtet, por jo etje shpirtërore. Barinjt kishin çfarë? Kishin vigjilencë, thjeshtësi, pritje, uri, dëshirë për të dëgjuar nga Zoti. Ungjilli gjithnjë fillon nga poshtë, sepse nga poshtë dikush tha, qielli shihet më qartë. Sot ka lindur për ju një shpëtimtar, që është Krishti Zoti. 3 kritere thelbësore. Shpëtimtar. Krishti nuk erdhi që ta reformojë sistemin, as që ta rilind sistemin, as që të lyej fasadat e komuniteteve të besimit, pallateve, të ndryshojë emrat e rrugëve, por të shpëtojë njeriu nga thelbi i tij shkatrues, që është mëkati. Mateu kapitulli 1 vargu 21 thotë ai do ta shpëtojë popullin e tij nga mëkatet e tyre. Janë 3 kushte për të qenë shpëtimtar. Të gjithë do donin të ishin shpëtimtar. Tregohet një historia e një gjysheje, së cilës ishte besuar mbesa në shtëpi. Ai do të kujdesej për mbesën. Prindrit e vajzës vogël 4 vjeçare ishin larguar, kishin shkuar në punë. Nëna duhet ta shikonte. Në një moment caktuar vajza e vogël, 4 vjeç, del nga dera e shtëpisë, shkon ke oborri dhe pa dashje bie në pishin. Gjyshja e sheh. Shkon aty pranë dhe vetmja mundësi për ta shpëtuar është të hidhet, mirë po gjyshja nuk di not. Hidhet në pishin sepse don të shpëtojë mbesën e saj. Pas 4-5 orësh prindrit vinë, gjejnë vajzën 4 vjeç të vdekur, të mbytur në ujë dhe nënën e tyre, gjyshen e vajzës të mbytur në ujë. Pra dëshira për të shpëtuar nuk mjafton. Do të jenë dhe disa cilësi, aftësi, kualitete për që në shpëtimtar. Të paktën 3 janë cilësit, të cilat Krishti i përmbush duke qenë shpëtimtar i botës. Cilat janë këto? Së pari, ngjizja e tij duhet ishte ndryshe nga rendi në të cilën të gjithë ne jemi ngjizur. Materiali gjenetik i një mashkulli me vezët e një femre, të cilat sjellin ekzistencë, çfarë? Embrionin e jetës. Një foshnjë që rritet dhe formohet. Kjo është fizika. Kjo është anatomia njerëzore. Krishti nuk vjen në botë nëpërmjet këtij rendi, ai vjen në botë pa një baba biologjik. Ti do thush, o pastor, çaj tu fol. Unë po i them atë që thot Bibla. Unë po i them atë që ëngjëlli i thot Marijes. Dhe unë po ju them, nëse besoni tek Zoti, duhet besoni gjithashtu që me Zotin çdo gjë është e mundur. Me Zotin çdo gjë është e mundur.
Zoti hyn në skenën e historisë njerëzore në një rast unikal, të papërsëritshëm, vetëm një herë në botë, nëpërmjet një kanali njerëzor. Natyrisht që ai mund vinte 30 vjeç nga qielli në tokë, por ai zgjedh dhe vjen si një bebe në mënyrë që të mund të nënshtrojë veten e tij në çdo etapë të zhvillimit njerëzor, sepse vetëm kështu ai mund ta identifikojë veten e tij me njeriu në tërësinë e dimensioneve njerëzore, derisa mrrin te kryqi për t'u bërë zëvendësuesi i idej hyjnor për njeriu. Në kryq Krishti merr mbi trupin e tij mëkatin ton, mëkatin e botës, madje merr mbi trupin e vet vdekjen ton, vdekjen që ne meritojmë. Pra, ai u ngjis nga fryma e shenjtë. Një shpëtimtar që pretendon që është shpëtimtar për të shpëtuar botën nga mëkati, natyrisht që duhet të ketë fitore mbi mëkatin në jetën e tij. Bibla deklaron që ai jetoi jetën pa mëkat. Sa për ju keni gënjur të paktën një herë prindrit, mësuesin, shokun apo shoqen? Që nga mesëngjish? Asnjëri. A mund ta çoni dorën? Të paktën një herë. Atëherë ulni durë. Sa për jush të paktën një herë keni dëshiruar atë që keni parë me sy, tek shtëpia e tjetrit, tek baçja e tjetrit, tek rrobat e tjetrit, tek kamja, pasuria e tjetrit, të paktën një herë a keni dëshiruar gjën e tjetrit? Sa për jush të paktën, tash këtu nuk do t'ju kërkoj të ngrini dorën, se këtu bëhet çështja sensative. Sa për jush të paktën keni vjedhur një herë? Mos e çoni dorën. E kam fjalën, keni fut dorën ke xhepi i babit, ke çanta e mamit dhe keni marrë 10 lekshin, 30 lekshin, 20 lekshin. Dakor? Po, patjetër. Tani, çfarë na bën neve kjo të gjithëve? Kjo të gjithëve ne na bën mëkatar. Pra ne nuk jemi mëkatar sepse mëkatojmë. Por ne mëkatojmë sepse jemi mëkatar, sepse natyra jon është pluhur. Çfarë thot mbreti i madh David? Davidi i Biblës thot: "Un kam lindur në mëkat dhe nëna ime më ka ngjizur në paullë." Pse apo i kishtave kështu? Se kur ishin fëmijët e vegjël, dhe Jonatani mësoi se si ngjizej një fëmijë, kishte pa i film me kukullat, edhe ky po ja shpjegonte tek filmi fëmijëve të tjerë se si ngjizet fëmia dhe fëmijët, disa prej cilëve kishin dëgjuar mamin e vet që fëmia lind nga sjetulla, dikush tjetër fëmijën e porosit diku me dyqan. Edhe Gjoni po më thoshte, edhe ja bote dy kishtave kështu. Pra, është fjala për kontakt njerëzor, për marrëdhënie njerëzore mes një mashkulli dhe një femre, mes një burri dhe një gruaje. Tani, ky lloj kontakti, ky lloj ngjizje, çfarë transferon në natyrën tonë? Natyrën e rënë dhe të korruptuar pas rënies fillestare të Adamit dhe Evës në mëkat. Pra ne trashëgojmë në ADN-n ton mëkatin universal të njeriut. Psalmisti vjen dhe thot: "Çfarë është njeriu për të cilin ti o Zot mendon, dhe biri njeriu për të cilin ti kujdesesh për të." Edhe thot mëtej, ai nuk harron që ne jemi vetëse pluhur. Ky është një moment dramatik në jetën e psalmistit kur shkruan këto të vërteta të mëdha mbi natyrën njerëzore. Por jo, Zoti nuk harroi. Nuk e harroi njeriu. Ai vjen dhe hyn në botën e njerëzve sepse e do njeriu dhe do shumë njeriu. Kjo është Krishtlindja, Zoti vjen dhe bëhet njeri. Tani, Krishti jetoi jetën pa mëkat. Që do thot? Ai nuk gënjeu kurrë. Nuk u tha një fjalë gënjeshtër. Ai nuk vodhi kurrë. Ai nuk dëshiroi kurrë atë që i përkiste dikujt tjetër. Bibla thot që Jezusi u tundua në çdo gjë, por nuk u rrëzua në mëkat. Në gjithçka, çdo lloj tundimi, për shkak se kishte një trup njerëzor, dhe ky trup i njerëzor mbart dëshira mishore, instikte, karnale, të cilat kërkojnë ta shtyjnë njeriu drejt një bote instiktesh. Krishti nuk mëkatoi sepse së pari natyrën e tij mëkati nuk ekzistonte, siç ekziston tek ne që kur lindim, dhe së dyti ai bëri ball tundimit për të rrëzuar nga mëkati. Pra, cilësia e dytë e Krishtit, për të qenë shpëtimtar,
për të pretenduar që do të shpëtojë një botë nga mëkati, ai së pari vet duhet kishte fitoren mbi mëkatin. Ai vet do të ishte pa mëkat, apo jo? Dhe Krishti jetoi jetën pa mëkat. Së treti, që ai të kishte cilësinë e qenurit shpëtimtar, Krishti natyrisht duhet ishte çfarë? Duhet kishte fuqi të shëronte të smurët. Duhet kishte fuqi të ngjallte të vdekurit. Duhet kishte fuqi të ecte mbi fuqit universale të natyrës, mbi ujin, mbi erën, ta qetësonte erën, stuhin, të bënte mrekulli. Dhe të gjitha këto ne i pam që Krishti i bëri. Po, ai shëroi lebroskurin, hapi sytë të verbërve, ngjalli të vdekurit, eci mbi ujë. Pra rendi fizik pezullohet te Krishti sepse ai është Zoti transcendent që hyn nga përjetësia, nga e padukshmja, nga përtej fizikës, nga metafizika në botën e prekshme të dukshme për të bërë çfarë? Për ta shëruar, për ta çliruar, për ta shpëtuar njeriu. Po, Jezusi e kishte cilësinë e të pasurit autoritet final, të padiskutueshëm mbi smundjen. Bibla thotë që ai ishte i njëjti dje sot dhe përgjithmonë. Ai vjen të ketë njëtin pushtet dhe autoritet mbi smundjen sot, mbi frikën, mbi varfrinë, mbi krizat ekonomike. Ai ka të njëjtin autoritet sot mbi fenomenet natyrore, po ai sot mund ta qetësojë stuhin, madje çdo lloj stuhie në jetën tuaj. Krishti mund ta qetësojë me një fjalë të vetme. Ai mund të qetësojë stuhinë e depresionit në jetën tuaj. Jetojmë sot në një botë e cila është e ngërthyer nga një ankth i skajshëm. Shkoni në farmaci. Për kuriozitetin tuaj dhe pyetni farmacistet, cilat janë hapjet që njerëzit marrin më shumë. E dini se cilët janë? Antidepresantët. Qetësuesit. Pse? Sepse jetojmë në një kulturë ku ankthi është gjithkohës në rritje. Krishti ka përgjigje ndaj ankthit njerëzor, ndaj pafuqisë njerëzore, ndaj një bote konfliktesh, sepse ai vjen të ketë autoritetin. Dhe cilësia e fundit që Krishti i duhet ishte shpëtimtar, është kishte autoritet dhe fuqi mbi vdekjen. Jo mbi vdekjen e tjetrit, për ta ngjallur, për ta kthyer mbrapsht, sepse këtë e tham, ai e kishte, ngjalli Lazarin, ngjalli bien e Jairit, ngjalli djalin e Vejushës që është nga Naini e tjerë, nga të vdekurit. Por fuqi që ta dorëzonte jetën tek vdekja dhe të kthehej sërish mbrapsht të ringjallej. Skeptikët thonë, o pastor, po na flet për qiellin, po na flet për ringjalljen, po na flet për Zotin. Kush ka qenë atje dhe u kthye mbrapsht për të na treguar që gjitha këto janë të vërteta? Mirëmëngjes. Krishti. Jo vetëm përpara hyrjes tij në botë, por edhe pasi vdiq në kryq, u varros, Bibla deklaron që ai u ngjall ditën e tretë. Krishti nuk është thjesht një mësues moral, por Zoti i mishëruar, Zoti që vjen në botën tonë me një trup njerëzor. Nëse do të skanonim me skaner mendimi, skaner digjitale, çfarë doni ju? Inteligjencë artificiale. Bëni pyetje dhe shikoni. Dallimi thelbësor i krishtërimit nga të gjitha fetë e tjera. Kur them për gjitha fetë, për gjitha, budizmin, hinduizmin, islamin, çdo fe tjetër. A e dini se cili është? Nuk janë profetët, sepse tek të gjitha fetë ekzistojnë profet, madje ka shumë profet. Dallimi thelbësor është që në krishtërim ekziston një shpëtimtar i cili ka të gjitha cilësitë të qenurit shpëtimtar për cilat sapo fola, një shpëtimtar që vjen të shpëtojë njeriu nga mëkati dhe nga vdekja e përjetshme, të cilin nuk e gjeni në asnjë fe në botë. Zoti që vjen në mes të humanitetit ton, njerëzimit, për ta shpëtuar njeriu nga mëkati dhe nga vdekja. Ishte një debat midis dy filozofëve, ndërsa po shkoj drejt fundit të këtij mesazhi, që nuk do ta zgjat sot, sepse një pjesë e juaj nuk keni mësuar të dëgjoni mesazhe gjata në kish. Dy filozofë. Njëri ishte konservator i krishterë në Britaninë e Madhe me emrin Thomas Carlyle, ndërsa tjetri ishte francez me emrin Auguste Comte, dhe ky Comte, Augusti, ishte ateist, filozof ateist, nga Franca, keni parasysh, revolucioni francez, preja kokave të mbretërve, priftrive, gjitha këto historit që na vin peshqesh pastaj nëpërmjet komunizmit më vonë në Evropë. Shikoni se si është debati. Ateisti përpiqet vënë në lojë besimin e të krishterit, filozofi tjetër, anglez.
Kështu që ateisti francez, Augusti, i thot kolegu të tij në Angli, Thomasit, për ta vënë loj krishtërimin, i thot: "Ej Thomas, kam vendosur edhe unë," i thot ky, "të themeloj një fe të re, e cila do të rivalizoj pikë së pari fenë krishterë. Dhe po them që në dekadat e para njerëzit do të fillojnë të jenë pjesëtar të kësaj fesë time të re që unë do ta krijoj, edhe do të largohen nga krishtërimi dhe do të vitë dita që kjo feja e re që unë do të shpik, numerikisht do të jetë më e madhe se sa feja e krishterë." Thomas i krishterë i përgjigjet me të njëjtën shpoti dhe i thot: "Mund ta bësh, i thot, pse jo? Mund ta provosh. Vetëm se më parë duhet ishe ngjizur nga fryma e shenjtë. Duhet kishe lindur nga një virgjëresh. Duhet shërohet smurët, të ngjallet vdekurit, të jetoje jetën pa mëkat, të vdisje në kryq për mëkatet e njerëzve të tjerë dhe të ringjalleshe ditën e tretë." Pra, kjo e bën krishterimin, kjo e bën ungjillin të prevaloj midis kujt? Midis një vitrine ku janë vendosur jo 1, 2, 3, 5 fe, po 40 e sa mijë fe të ndryshme në botë. Nuk mungon në vitrinën e njerëzimit perceptimi i Zotit dhe i Zotave. Krishti qëndron mbi të gjithë të tjerët, sepse nuk është në abstrakt. Nuk është i rrethuar nga një re misticizmi, papërshkrueshmërie që nuk mund të shihet. Cili është titulli i këtij mesazhi? Ejani dhe shihni. Le të shkojmë të shohim, thanë barit. Çfarë gjetën dhe panat atje? Një thoshnje të mbështjell me pelena, me pampers. Marien që kishte në dorë ushqente me gji. Një zot Camus, ekzistencialisti i madh francez, thot: "Krishterimi dallon gjithashtu dhe për një fakt të pa negociueshëm nga gjithë fetë e tjera. Në krishterim kemi një Zot personal që hyn në botë, madje hyn të vuaj dhe merr pronësinë e vuajtjes tonë, dhimbjes tonë, pafuqisë tonë, frikrave tona. Dhe jo vetëm për të bërë një dialog mes vetes edhe njeriut, po për të ndalur në kryq, që atje të ndaj dashurinë e tij sublime. Krishti nuk e kërkoi adhurimin nga njerëzit për të përmbushur një ego të tij personale, megjithatë e pranoi adhurimin që natyrisht i dedikohet vetëm Zotit. Një i lebrosur vjen tek ai, përulet në gjunjë dhe adhuron, dhe Krishti pranon adhurimin e tij. Dikush më tha përpara disa kohësh: "Pastor, ç'ne në një grazhd. Ç'ne në një grazhd, jo në pallat mbretëror, pse do të linte foshja në një grazhd? Nuk ishte Zoti në gjendje të përgatiste një shtëpi, një hotel, një shtrat të denj për Krishtin?" Përgjigja është e thjeshtë. Qingjat lindin në grazhd. Krishti lindi pikërisht në vendin ku duhet kishte lindur. Imagjinoni kurreshtjen e barinjve. Sa qingja kishin asistuar ata në lindjen e tyre. 10, 100 qingja të vegjël. Këtë natë ose mëngjes, herët ata do të shkonin në stall, në grazhd, për të gjetur një qingj ndryshe që kishte lindur. Ndryshe nga gjithë qingjat e tjerë. Është metafora e qingjit. 30 vite më vonë, Gjon Pakzori deklaron nga ujërat e lumit Jordan, kur shikon Krishtin që t'i afrohet, vite ka i. Çfarë i thot Gjoni? Turmës, ja qingji, ky është qingji që do të heqi tutje, do të largojë mëkatin e botës. Barit shkojnë tek stalla dhe gjejnë një foshnjë, një qingj ndryshe nga gjithë të tjerët, sepse gjaku i tij është ndryshe nga imi, nga yti. Jeta e tij është ngjizur pa mëkat. Jeta e tij është pa mëkat. Ai ka gjithë fuqinë e Perëndis për të shëruar, për të qiruar, për të ndalur dramën dhe tragjedinë njerëzore, dhe e bëri, por për të mbritur më tej mbi kryq. Sepse vetëm me një trup njerëzor Zoti bëhet i prekshëm. Zoti mund të përjetoj vuajtjen. Zoti mund të marrë mbi këtë trup njerëzor vdekjen. Zoti është i pavdekshëm, nuk mund të vdes. Por humaniteti, trupëzimi, mishërimi, inkarnacioni i tij, marrja e një trupi njerëzor e bën atë të vdekshëm. E bën që në duart e tij
të mund të marrë te shpimin e goshtëve në brinjën e tij, të mund të marrë heshtën për nga ku rrjedh, nga brinja rrjedh dhe gjak dhe ujë. Dikush thot Golgota, vendi i kryqëzimit të tij u bë materniteti ku të gjithë ne lindëm në dimensionin shpirtëror. Aty rrjedh gjak dhe ujë. Gjithçka Zoti e dha, e komunikoi për shpëtimin e botës. Ai nuk kërkoi një fron, nuk kërkoi një kuror, por vjen dhe mbështillet me pelena në një grazh. Ungjilli është i mbështjellë dhe sot me pelena, në sensin metaforik, që do thot, është kaq i brisht. Kushdo mund flas për të. Kushdo mund ngrej objeksionet e tij mbi këtë ngjarje, mbi këtë histori. Po kjo ngjarje ka transformuar jetët e të gjithë atyre që kanë besuar në emrin e Krishtit si bir Perëndije dhe si Zot. Ka transformuar jetën time. 34 vite më parë, në dhjetor të vitit 1991, Krishti erdhi në zemrën time. Dhe aty nis një udhtim krejt tjetër. 34 vjet, nuk janë asgjë. Kanë shumë shpejt. Çfarë do ndodhi me 34 vitet e tjera të jetës time apo të jetës tënde? Do të varet nga çfarë përgjigje do t'i jepni sot Jezusit të Nazaretit në fund të këtij mesazhi që un po ndaj me ju. Sepse ky mesazh ju dëgjuat sot nuk ju bën thjesht dëgjues, po ju bën përgjegjës. Pyetja e madhe është kjo: a ka vend për Jezusin në grazhdin e jetës tuaj? A ka vend për të në zemrën tuaj? Apo përgjigjja e do të ishte si 99.9% e shtëpive, strehave, bujtinave dhe hoteleve të Betlehemit? Nuk ka vend, na vjen keq, nuk ka vend. Ne jemi të zënë, ne jemi plot, mbase jeta juaj është e zënë, mbase ju jeni plot me kaq shumë projekte, me kaq shumë ide, me kaq shumë shqetësim, me kaq shumë frikë, me kaq shumë ëndra, dhe nuk ka vend për Krishtin në portën e zemrës tuaj që ajo të hapet. Pyetja është, a ka vend në zemrën tënde për Jezusin? Nëse po, unë të garantoj që ai do të sjellë shpëtimin, sepse ai është shpëtimtari i vetëm i botës. Në fund, një budist ishte bëri krishter. Edhe miqtë e tij vinë dhe e pyesin dhe i thonë: "Ore, ç'a ndodhi? Si e le budizmin fenë të parëve dhe u konvertova, u bëri krishter?" "O," tha, "është shumë e thjeshtë. Na e tregoj," thon këto. Po ja tha, "është sikur tha të ecësh në një rrugë vetëm. Dhe mbrin tha në fund fare dhe në fund ka dy degëzime. Njëra shkon majtas, tjetra shkon djathtas. Gjithmonë rruga për qiell është krah djath. Shkon djathtas. Aty tha, ti ke nevojë tha për orientim, se cilën rrugë duhet ndjekësh. Një person tha është i vdekur dhe është i shtrirë në rrugë. Tjetri tha është i gjallë dhe është në këmbë. Kë do të pyesësh ta?" I tha shokut vet. "Të vdekurin për të dhënë drejtimin, nga duhet shkosh, apo të gjallin?" Kë do të kishit pyetur juve? Po të gjallin apo jo? Sepse i vdekuri nuk flet, nuk ndihmon dot. Kjo ishte përgjigje që ai dha budistëve të tjerë, duke i thënë që Jezusi është i gjallë. Ai e mundi vdekjen, tani ai është i gjallë. Dhe ai mund të na udhëheq, mund të na drejtoj, mund të na orientoj dhe mund të japi përgjigje pyetjeve tona, shqetësimit ton. Ai është kura për hallin e madh të njerëzit. Ai është kura për shërimin e racës njerëzore. Ai është shpëtimtari i vetëm dhe mbreti i vetëm i universit që vjen në botën tonë si një bebe për të jetuar jetën që ne duhet kishim jetuar pa mëkat. Për të jetuar jetën që ne duhet kishim jetuar me fitore për kundrejt smundjes, frikës, varfërisë, shqetësimit dhe betejave të mëdha njerëzore. Për të vdekur mbi kryq, vdekjen që ne duhet merrnim, si rrjedhojmë mëkateve tona, pra i vdes vdekjen tonë. Bibla deklaron që cili do që e pranon Krishtin si shpëtimtar dhe Zot, Perëndia u jep pushtetin që të bëhen bijtë e Perëndisë, të linden sërish nga e para. Kështu që në fund të këtij mesazhi, unë dua t'ju drejtoj tek një lutje e thjeshtë. Një lutje e cila synon që këtë dorezën e kësaj zemrës këtu, të kësaj portës së zemrës, që është nga brenda, doreza është nga brenda, nuk është nga jashtë. Dhe vetëm ti mund ta ulësh dorezën dhe mund ta hapësh derën. Nëse dëgjon këtë trokitjen, a ka vend për Krishtin në zemrën tënde? Thuaj po.
Po, ka nevojë për Krishtin. Unë Krishtin pas kam pritur, tha dikush, gjithë jetën time, tani që po dëgjoj, them, si o Zot, nuk pata mundësinë, nuk e kisha dëgjuar më parë këtë lajm, që ta kisha hap zemrën time dhe jetën time më parë për Krishtin, shpëtimtarin dhe Zotin. Ndaj ju ftoj sot që të luteni bashkë me mua dhe nëpërmjet kësaj lutje të ftoni Krishtin të bëhet shpëtimtari, Zoti dhe mbreti i jetës tuaj, për të bërë paqe me Perëndin, për të përjetuar faljen e mëkatit dhe për të përjetuar shërimin hynor të Zotit në jetën tuaj. A mund t'i lutemi Zotit bashkë tani? Lutuni me mua. Përsërisni këtë lutje, bëni me shpirt, bëni me zemër. Ftoni Zotin në jetën tuaj. Le të lutemi me zë. Përsërisni këtë fjalë. Ftoni Zotin këtu në portën e grazhdit tuaj. Le të lutemi. O Zot, të falenderoj për trokitjen tënde. Në zemrën time, unë hap zemrën time për ty. Jezus, të ftoj ty të hysh brenda zemrës time. Pendohem për mëkatet e mia. Të pranoj ty si shpëtimtarin dhe Zotin tim. Të falenderoj që ti më do, ti vdiqe në kryq për mua, ti u varrose, por ditën e tretë u ngjalle nga vdekja. Bëu Zoti im, shpëtimtari im, më mbush me frymën e shenjtë. Shkruaj emrin tim në librin e jetës. Unë besoj që ti je gjallë. Në emrin tënd unë lutem. Amen dhe amen. Aty pyes, tash do i pyes sa herë keni gënjur. Po tash do i pyes kush realisht e ka pranuar Krishtin për herë të parë në jetën e vet sot. Kush e ka bërë këtë lutje për herë të parë? A mund ta ngrini dorën? Hajde, unë, kush? Ja ku kemi, unë thot një grua aty. 2 herë. Kush e ka pranuar Krishtin sot? Kush është lutë me mua sot? Ja dhe shefqeti, ja dhe ideali atje. Ja dhe zotria këtu me këtë zonjë, ja dhe zotria tjetër. A mund ta ngrini dorën lart? Bani dorën lart 1 sekond. 2 sekonda, 3 sekonda. Bani dorën lart. Mos u përgjigjni për gjithë, përgjigjuni për vete. Kush? E dini çfarë thot Zoti? Bëhet festë lart në qiell për të gjithë ata të cilët marrin këtë dhuratë. Kjo është dhurata më e madhe. Krishtlindja nuk ka dhuratë më të madhe se kaq. Zoti i jetës vjen të jap jetë botës. Të jap jetë ty. Të të shpëtoj ty nga ferri, të të shpëtoj ty nga vdekja. Kisha Ungjilli i Krishtit këtu në Tiranë, neve mblidhemi çdo të diel këtu. E njëjtja sot është Krishtlindje. Është shërbes e veçantë. Shërbesa tu janë ditën e diel. Në orën 9. Këtë të diel që kemi vetëm një shërbes, vetëm në orën 9, jo në orën 11. Edhe shërbesa e parë e janarit, e diela e parë e janarit është vetëm një shërbes në orën 9. Dhe gjithmonë janë 2 shërbesa ku mund të takoni me Zotin, me mua, me gjithë ne. Mund t'i lutemi Zotit për nevojat dhe hallet që kemi. Në orën 9 dhe në orën 11. Çdo të diel. Ju ftoj përzemërsisht dhe përulësisht që të vjoni këtë udhtim që sapo keni nisur sot me Zotin. Tani më lejoni që përpara se shkojmë te kënga e fundit, të lutemi për familjet tuaja, për familjet tona, për qytetin ton, për Shqipërinë, për atë dheun ton. A mund ngrihemi bashkë në këmbë? Hajde, le të ngrihemi bashkë. Të falenderoj Mati dashur për kujdesin tënd që ke treguar për mua, për ne, për familjet tona, për fëmijët tanë, për gjyshe dhe gjyshrit, për nënat dhe baballarët, për vëllezërit, motrat, djemt dhe vajzat tonë. Bekoj, mbroj, kujdesu për ta. Për fëmijët tanë që janë në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë, për vëllezërit dhe motrat tanë që janë kudo në botë dhe në Shqipëri, kujdesu, mbroj. O Zot, rrethoj me të mira që burojnë prej Teje dhe lutemi që ky lajm kumbues, lajmi më i mirë në botë, vizitoj jetët e tyre këtë Krishtlindje dhe ditët e tjera të jetës në vijim. Bekoj o Zot jetët tona, na mbulo o Zot familje me paqen tënde, me të mira, me bekime qiellore. Jepu shërim miqve të cilët kanë nevojë për shërim në trupat e tyre fizik, shëroj nga smundjet, shëroj nga dhimbja e humbjes së një të afërmi, shëroj nga depresioni, nga ankthi. Kujdesu për vëllezërit dhe motrat tanë o Zot, për familjet tona. Bekoj Tiranën, bekoj Shqipërinë tonë, bekoj atë dheun tonë të dashur, na jep udhëheqës të cilët do ta drejtojnë këtë vend, jo tek dyert e Evropës, por drejt një vendi më të begat, drejt një toke pjellore,
Udhëheqës të cilët ndërtojnë drejtësi sociale në vendin e tyre. Udhëheqës të cilët janë sipas zemrës së të cilët kanë dëmshuri për banorët e vendit të tyre, të cilët duan njerëzit, duan fëmijët, duan të moshuarit. Lutem o Zot për udhëheqës të cilët do të përgatisin politika ekonomike, sociale në ndihmë të njerëzve në nevojë. O Zot, vizitoj Shqipërinë. Vizitoj me dëmshurinë tënde, me dashurinë tënde, me kujdesin tënd. Fale mëkatin e atyre që na kanë keq qeverisur për gjatë gjithë këtij udhëtimi. Fale mëkatin e liderave shpirtëror gjithashtu, të cilët kanë qenë të paaftë për të sjellë të vërtetat e mëdha dashurisë tënde me njerëzit. Fale mëkatin ton të pafuqisë dhe ndihmona të kujtojmë që kemi nevojë për ty. Për këtë arsye kemi nevojë të lutemi dhe të qëndrojmë së bashku. Beko o Zot miq tan, vëllezër dhe motra tan, në Shqipëri dhe jashtë saj. Bekoja dheun ton. Zotit ju bekoj dhe t'ju ruaj. Zotit bëj që të shkëlqej fytyra e tij mbi trupin tuaj dhe tregoj i mbar me ju. Zotit të kthej fytyrën e tij mbi ju dhe t'ju sjell paqe. Qofshit bekuar këtë Krishtlindje dhe ditët e tjera në vijim të këtij viti, në emrin e Atit, Birit dhe të Frymës së Shenjtë. Amen. Dhe amen dhe amen. Gëzuar Krishtlindjen. Zoti ju bekoft. Me këtë këngë të fundit do ta mbyllim shërbesën e parë të kësaj të diele. Kalamajat, nuk e di, i marrin dhuratat andej, a do i marrin këtej? Ç'a ndodh? Më duhet një informacion andej? Janë andej kalamajt. Atëherë, prindër, nëse keni fëmijët këtu, mos u largoni, pa marr kalamajt me vete. Prisni, kalamajt do vinë të gëzuar me ato dhuratat e tyre. Edhe një herë gëzuar Krishtlindjen. Zoti ju bekoft shumë. Do të shihemi ditën e diel në orën 9 këtu. Ju ftoj që të vim dhe të mbledhemi dhe të lutemi bashkë për nevojat që kemi.